Përshëndetje miqit e mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do të shkojmë në Shkodër. Unë do të hap dritaren për një nën, ai quhet Arieta Hoxha, e cila do të tregoj sot martesën e saj që zgjati vetëm 2 vite dhe bashkëshorti e mori në makinë, e la në mes të rrugës dhe e braktisi duke i marrë edhe djalin e vogël. Por çfarë ka ndodhur në të gjithë histori, do të jetë Arieta ajo që do na i rrëfej ditën e sotme. Arieta, përshëndetje. Përshëndetje. Si ke qenë ti? Hajtë mirë. Me sa di unë ti jeton në Shkodër. Po. Dhe je nëna e një fëmije që fatkeqësisht nuk e takon. Po, Bugar Serbi. Sa vite u bë që nuk e takon fëmijën? 2021 se jam e dame. E dashur Arieta, ju keni qenë e martuar dhe jeni ndarë. Po. Çfarë vendi je martuar ti? Aja Serbi. Ke qenë e martuar në Serbi? Po. Kush ta ka gjetur burrin në Serbi? Ta të shkolla fëmijëve të 7 nënori. Por pse ti je rritur në jetimore? Ja, unë jetoj me dhënë, unë ku ka ke fëmijët të shkolla të 7 nënori, 2 motrat ma kanë bërë. Kanë qenë 2 motra, 2 shoqi që ta kanë Si ma kanë bërë këtë, po. Ti nuk e njeh burrin tënd. Sigurisht, ai ishte një shtetas serb. Si quhet ish burri juaj? Peko. Dhe çfarë viti je Peko. E mban mend çfarë viti je martuar? U martu 2019. Çfarë ndodhi me martesën tënde? Si ndodhja punë që u dava një shumë. Të pavin të shohë si dridhje trupit. Mirë, qetëso, se e kuptoj që nuk je ngarkuar shumë nga ana emocionale dhe ke të vështirë, por qetëso dhe flasim të dyja si shoqe. E dashur Arieta, ti shkove nuse në Serbi, në çfarë qyteti jetove? Që thonë qytet Bugar Serbi, qytetet e Serbi, ose di atë vendin, atë. Ata vetë kanë ardhë. Ata erdhën vetëm morën nuse në shtëpi? Po. Por ti ishe dakord për atë martesë? Po. Por pse u ndave me burrin ti? Çfarë ndodhi? Dava se dita gjuhën, fëmijë s'ma kishin dhënë. Për një fëmijë ma shumë kur bani fëmija 1 vit e nuk dava. Sa bani ditëlindjen e djalit nuk dava. Pra, erdhi në jetë djali, ti solle në jetë një fëmijë dhe kur djali jot mbushi 1 vjeç, ai të ndau. Po, ndavi. Por ti fëmijën, ai ka marrë kujdestarinë e fëmijës, por ti fëmijën e takon? Ja. Por pse nuk e takon fëmijën? Nuk takoj, se ne marrë për natë telefonin nuk e takoj. Por çfarë të thotë ty ai? Se hap telefonin. A ke tentuar ti me ndihmën e vllajt të shkosh në Serbi për të takuar djalin? Jo, s'kam shku. Të ka marrë malli për djalin? Më bën djali 5 vjeç që kam të më bën 6 qershor, më 7 qershor bën 6. Të ka marrë malli? Bo, që ka më bën. Kur se ka dhënë fëmijën e stres për vritin, fëmijë se ka marrë, që është puna. Ti ke hyrë këtu në live me Odetën sepse kërkon ndihmë që të takosh djalin tënd. Ata më thane, pa ta bimë, thane fëmijën, thane, për 2 javë, pa vijet marrë, se edhe me marrë, me pa uladin. Por ai kur të ndau, të solli në Shqipëri dhe iku, apo të përzor? Po, merë me i vane vetë, që i të se punë të në rrugë malin, la mu këto, tha ma 2 javë, tha, pa vije ma, tha, me arë me pa, tha djalin, tha. A i se punë një që, me të marë se të mu, për 2 javë, tha, me arë me marë e pa uladin, asë merë. Do me thënë a i të la në mes të rrugës në Shkodër dhe iku? Po.
Dhe nga i moment ti nuk e ke parë fëmijën tënd. Ja. Bëhet fjallë. Kam bëjt djali 5-6, pa bëjt e 7 që shohë 6. Unë 5 vjetë që kam. Dhe i 100 vjetë që bëft, si e ka emrin djali? Pave. Ta gëzoj emrin. Edhe unë që kam marrë unë të dhej, se ka që më bëhet mu më dhej, kësha më thash, e kam minutën shumë. Të dhej kam marrë, se kur ka marrë. Ti jeton me vllajin tënd, është ai që kujdeset për ty Po sot. me vlla, se nane e babë në kanë dekujnë. Çfarë Vi me nuse. moshe ju kanë vdekur prindrit? Në kanë dek 3. Sa vjeç ke qenë ti kur ka vdek nëna dhe babai? Unë kam 25 dhe 6. Keni Unë 39 kam bëtë e buri, 40 kam bëtë e buri, haj. E qartë, e dashur Arieta, por ju kishit një martesë ligjore bashk? Nuk kam vu kurorën e zonë. Ti nuk e vendosur kuror, po fëmia ku është regjistruar kur erdhi në jetë? Ko bë, ko skaceria, peko, se ka marrë në finë. E ka Po mirë, ti nuk ke një numër telefoni të ish vjerës, të ish kunati që të flasësh? Numërin e kam me 53, po nuk ka hap telefonin. Ti i bie vazhdimisht dhe ata nuk të përgjigjen telefon. Jo. Me bagja kishe bë njerë. Ti me ke finë të tuj. Atë numër do ma japësh dhe mua, dhe unë do tentoj që ti bie telefonit me shpresën që ata do më përgjigjen dhe do ma hapin telefonin. Tash, o më hapru ata, o me ma hap telefonin, tash, një në dy të bëjnë. Por ju, në këto vite që jeni ndarë, që në 2022 jeni ndarë, më the, si është jeta jote? Qa me po lote, po, ti e di vetës. Punon? Papa, punoj. Por Pasrusin. puna është nder, çfarë do lloj pune që bën është nder, kështu që nuk është se punon sanitare. E dashur Arieta, por duke ditur që punon dhe merr një rrogë, pse nuk pret një biletë të vesh me vllajin në Serbi dhe të takosh djalin tënd? Pa bërë rrugë shtres me zemër. Sa do shtrenjtë të bëj, ato lekë si kur që lekë ti kishte mbledhur ditë për ditë, në kaq vite do ta bëje atë biletë. Po duhen lekë shumë, e mami me kruaj se a i ka makinë, unë s'ka makinë me zoj, duke me shku se bën makina shtrejt. Anë 60 euro, 70 euro, Përderisa ai të ka sjell, të ka braktisur, e ka marrë djalin, do të thotë që ai nuk do më kontakte me ty dhe nuk do që djali të ketë kontakte me nënën dhe kjo është e dhimbshme si histori, me aq sa po kuptoj unë. Por ti e ke dashur atë? Ke, burit da? Po. Ja. Por pse u martove? U martove, po të shajt si të ndjenjaja. A i ka ke 70 vjeqë, unë kam kënë 39 vjeqë, doj. Sa vjeç ka qenë burri jot? 70. Wow. O jam 39, 40 i kam bote burri. Por si u martove ti me një 70 vjeçar? Po se dita gjatë se thane, thane 65 vjeqë, po më thane 70. Por kur ti e pe që ai ishte si baba jot në mosh, pse nuk ike? Po se ka ditë që ti shone. Por a erdi të mori në shtëpi, a e peti në Shkodër? Unë e po, hajtash. Si hajt? Ti pas ke shkatruar veten tënde? Po, pa kena me bo. Uaj, të mërshme, Arieta, po vllai, jo si reagoj kur e pa? Po reagoj, po që ko me fanë, sej. Mu dhim s'ka historia jote. Ti qëndrove një vit me atë 70 vjeçar? 2 vjetë duke që najtë atë, 2 duke. Po përveç atit, kush jeton të tjetër në shtëpi? Ku natën e se ka pas murë, ku nati me bje zemër, edhe vjera si dëq. Vjera kolla me bërë. Ka vdekur kur ti ke qenë në 7 zënë?
Po. Por besoj që ish burri juaj, ai 70 vjeçar, ka qenë i martuar përpara, ka pasur fëmijë. Ja, se di, nuk ka thënë gjë. Se di. Por ti nuk e mësove do të gjuhën, si komunikove për gjatë atyre 1 viti apo 2 vjetëve sa ke qëndruar? Kam pas vjerë. Që fliste shqip? Shqip, edhe shqip edhe gjuhën të tyre. Vjera, Dish vjerë. ish Vjera ka qenë shqiptare? Për ju në shqiptare. Për derisa ka folur shqip, ndoshta ka qenë shqiptare. Po. Pra, nëpërmjet Vjerës ti komunikoje me burrin tënd. Po. Por ti nuk e doje, sa ai ishte i madh në moshë. E me do. Të kanë marrë më qafë me atë martesë, të kanë shkatëruar. Të dhanë për burrin 70 vjeçar, bëre një fëmijë me të, ai të braktisi dhe mbajti fëmijën, mbajti djalin. Po. Po e punë për më shumë për djallë se për vegja, fëmijëve vegje, fëmijëve dhe uladi, që kam ba vetë, që kam në mujsh, në anë. E dashur Arieta, po kur ai të solli në Shkodër dhe të la në mes të rrugës, Vjera të komunikoi diçka para se të ikje? Ja, Vjera ka dikë. Më falë, po, më thej që Vjera vdiq momenti kur ti ishe nuse në atë shtëpi. Po, le të themi konfliktet erdhën pasi vdiq Vjera? Po. Por, kur ai të solli në Shkodër dhe iku, ti fole në telefon me të, ato ditët e para? Ja. Nuk e folur? Nuk e folur me të, ja. Ai nuk e hapi kur telefonin? Ja, s'ma hap telefonin, qa. Po vllai juaj është përpjekur të flasi me ta? Ja, nuk të me zjerë vlla. Ja, mon personi. Jo, e qartë, ti e nëna, po pa dyshim që ti e pa fuqishme për të zgjidhur disa gjëra dhe pa tjetër që të duhet ndihma e vllajt dhe e familjes. Kanë hapë se kanë hapë ma telefonin, s'ma kanë hapë ma telefonin, edhe i shkru me ma zërë se hapin celularin. Mua më vjen keq dashur Arieta që historia e jetës tënde që nga e dhimbshme, martuar me një burr 70 vjeçar që të braktisi, të mbajti fëmijën, ai është i shteta serb që ndoshta mund të ketë babain serb dhe nënën shqiptare dhe uroj që ish burri juaj, Peko më the ka emrin. Peko. Nëse Peko do të ndishte, ose do ta kishe përballë siç më ke mua sot, çfarë do i thoshe? Po për djalin në gjithë, gjëja e dalin edhe me gjyq edhe japin, edhe djalin edhe vajzën. Shkojnë edhe te nana, shkojnë edhe te baba. E di ma mirë, unë se ti. Këtë gjë do i thoshe ish burrit tënd, që mos të pengoj djalin që ta takosh dhe të flasësh. Mos me pengu me djalin me dhanë, që ka me dhanë, gjithë kushtë, janë dalë dhe me gjyq, e kanë pullën fëmin, si te nana, si te baba. Unë uroj dhe shpresoj që ish burri juaj të informohet për këtë live dhe uroj që ti ta takosh djalin tënd sa më shpejt. Unë goja, faleminderit tuti malli, zati. Do ma dërgosh numrin e ish burrit tënd, do përpiqem ta telefonoj me shpresën për të ndihmuar. Kështu që të përshëndes dashur Ariet dhe uroj me zemër të bashkohesh me të virë. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live dhe në këto momente do zhvendosemi, do shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të hap dritaren për një 80 vjeçare shqiptare, e cila për disa kohësh është vendosur në Amerikë, por ditën e sotme do kërkoj ndihmë për nipin e saj, 25 vjeçar Aleksi, i cili është zhdukur pa lënë asnjë gjurmë nga Spanja. Jetonte me gjyshen në Amerikë, preu një bilet, udhëtoi drejt Spanjës, kreu vetëm një telefonat duke e uruar gjyshen e tij për festën e Pashkëve prillin e këtij viti dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Aleksit, por do të jetë gjyshja e tij zonja Mjaftonie, e cila do na tregojë detajet e nipit të saj, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Mjaftoni, përshëndetje nga Tirana. Edhe të përshëndes në Alinojs, më ka prurera këteja, kam të kote djali, po me Ashubanin jam në fjeri. Je nga Fieri dhe jeton në Amerikë?
Jetoj në Amerikë, nuk kam shumë kohë, po kam ardhur këtu se kish djali fëmijë të vegjël edhe. Unë dua me ty, do të vizitoja me ty për një problem, mos ka zë ku ka filluar këtu. Para 2 vjetë merri djali me djalin e tia nga Greqia, merri këtu. Po, djali kishte gjë në vit tret, kishte filluar të marrë drogë. Erdhi këtu, po ka qenë një fëmijë shembullor, që nuk e çote një fjerë nga goja, se e kam rritur gjithë 2 vjetë që kam rritur dhe. Si përfundim e pyet djali këtu se jo e bëm të kura, jo të terapiste që janë këto. po djali sa vjeç është? Djali është bëm në 14 mars, bëm 25 vjeç. Ky është djali tim, po unë e kam rritur edhe më ndodhi këtu tash ti. Ai iku djali im edhe la djali këtu. Në Amerikë. Për të vazhduar këto kurat e këto terapisti i thanë këta këtu, u rregullua goxha, filloi punë, një të bërë me një shok, vjen na Illinois, vjen në një shtet këtu, kufi me Illinois të Amerikës, rrinë të ako atje, bërë lek, i hipin avionit, shkojnë në Spanjë. Ikin nga kontinenti Amerikan dhe vinë në Europë në Spanjë. Vinë në Spanjë, po unë datën saktë kur që kanë ikur në Spanjë nuk e di. Komunikimi fundit i atia ka qenë pashkët e prillit 10. Po unë djali kam në Amerikë, le që ka iku i vogël ka 30 vjetë, e shme një veshk. A i tashik nuk e durën do të fazën, një thashi ka iku këteja. Mjaftoni, nipi është i humbur. Po, nuk kemi kontakt, për mua i humbur është, sa ishe i tipi qetë, mos i ka hedhur diçka nga njeri edhe beri kyja, beri aia, unë jam në një situatë moj që kam, nuk e di vetëm lotin asy nuk në shekës. Por mirë, si quhet nipi? Ai quhet Alex Bej, po e ka 2 emre. Ka pasaporta greqe. Dhe ka humbur kontaktet me ju? Në prill të 2025, ku ishin Pashkët. Nga Spanja? Nga Spanja. Por çfarë të tha në telefonatën e fundit? Me kë ka folur në telefonatën e fundit? Ai edhe përpara kur merrte kështu drogë, që se na viti 3 gjimnazit filloi që kuptua, po ai me mua arrinte një muaj 2 shkpuse me të shtëpisë shkpuse kontaktet. Gjithmonë hapte ndesa kështu, do të njëte mua të parën. Se më kishte, ai që kisha rritur, rritë fjerë, më kishte kështu mua. Për çdo gjë, po ka gjë në prill, edhe me ata që ja bëm urimet e Pashkëve, dhe asgjë tjetër, u shkfutum, se mo ka në një ka luajtur vendit, se do marri prapë, kjo 1 muaj o 2 muaj, nuk as ka hapur ai Andres, ashtë e shtje në shiu unë. Kamera ku mos e dhe, të zoti nuk e di, mos nuk ka ndodhë në një qka, ka tjetë brenda, nuk e di. Të kuptoj, por nëna me babajin e kërkojnë, e din që është i humbur, djali dhe nusja? Ata e din që ka ikur është në Spanjë, po ai me ata, po të kur pinte drogë, nuk më vante kontakt. Sosh, i dukshë sigur ata ishin fajtorë të atjera. Shumë të i thoshte ajo. Por nusja me djalin ku jetojnë? Në Greqi. Në Greqi? Kam 30 vjetë në Greqi. Por ata... Aja atje ka lindur, atje ka lindur fëmijët, ai ka ikur mosh gjena viti 3 gjimnazi alim Andea, la dhe shkollën e tia. Greqi ka 30 sa vjetë, 34 vjetë, 35 vjetë. E qartë e kuptoj, por mjaftoni, babai me nënë nuk e kërkojnë? Sa ta e lanë në Amerikë, e lanë të ty, por ai ka ikur Spanjë. Ata o tjo deta kanë, nuk e di, unë atë nuk duar ki tja bëj këshu t'i fus atë, po ai ka shpresat se mos më ban kontakt me mua, e si kam sen, në pjët në njëse, unë po jo s'm ka dërguar, po jo këshu, se ai është, nuk e përballon dot, ai ka kalur dhe ai në stres të që ka marrë se mi ndosë dje dhe atia. Mirë djali është i sëmur, por nusja? Nuk këta se ti të hapë me ty kontakto më shumë se me neve.
nuk i bjen telefoni që ka pas, ai ka hequr ato linja, si ka me lidhje. Numrat që hap adresat. Pra ata e din, prindrit e din e të themi që ai është i humbur. Edhe unë kështu kam thënë, nuk kam lidhur me kontakt me mua, s'ka pasur, gjithu pati me juve për Pashkët edhe me mua. Po nuk e di, sa ka shikuesh, sa ta zgjidhje. Por Edhe e dashur mjaftoni, në telefonatën e fundit, ai të tregoi që jam në Spanjë, në çfarë qyteti të Spanjës? po kishte edhe një, aty ku kishte hapur ata adresën, kishte edhe një në çaj thonë një Madrid, Barcelonë? Madrid. Në kryeqytetin e Spanjës ka qenë Madrid. Në Madrid, ku vajti që hodhi atë, por pastaj ku di unë, doli e ndenja, nuk e di se mos ka në diçka në ka rrau në njëria. Mos më ka bërë në gjetë keke. Por mirë, mjaftoni, në momenti që ai u largua me disa shok nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe udhëtoi drejt Spanjës, ata shokët shqiptar kanë qenë? Jo. Atje sa ka pasur se lanë në një qendër sociale që bëjnë edhe këto kura. Pra, djali ku ka ardhur në Amerikë, ju e keni futur në një qendër rehabilitimi. Po, e vizituam e sa doktori këtia i kanë dhënë diçka të dëmshme, edhe ka prekur një pjesëtruese, po të vazhdoj këtë kurën, është në rregull. Ai filloi ato dhe ilaçet bile ngel mua gjithë të shtëpia, filloi ilaçet, ishte shumë mirë. Vajta unë atje bile në atë vajta dhe me çunin të Ksandra, dolam ulëm në rregull, ishte në rregull. Nuk e di, ai prap ka marrë droga atje se ndroi dhe qendrën se kjo qendrë që vati në tjetër nuk ishte mirë, punë gjeti, fut në punë, po sa më ne hodhi. Ai dashtis, po kanë vajtur atje me ata, kanë bërë një plan. Edhe kanë bërë lek atje dhe mundjat kanë vajtur në shtet tjetër. E del kështu se një këtu mua më tha që i kishte kur djali Çupës, edhe sa që ma dha, a ishte në anglisht, kishte putu kontakte, sa kishte pyetur ai atje, kishin thënë që me një, ai është brenda, është dërmu 4 muaj gjysmë, është në burg, është kapur me drogë. E kishin thënë, ti merr këtë dua, më do jetë brenda. Po jeni lidhur me policinë spanjolle për ta denoncuar si të humbur dhe të jepni të dhënat për të pyetur nëse ndodhet në burg apo jo? Jo, unë s'jam lidhur fare, era fare po lidhur me ty. Nuk keni bërë verifikime? Nuk kemi bërë verifikime. Mjaftoni, të lutem, dua të pyes, djali ka ikur nga qendra apo ishte në shtëpinë tuaj kur u largua? Jo, ai iku në qendra me një shok vetëm vend tjetër. Atje si kanë ndenjur te ai qyteti, tek ai shteti që ndan me kanë shteti vogël, që ndan me Illinois. Po atje nuk ishte në qendër, kanë punuar kështu në punë, do të bën ai let për avionin që kanë ikur. Se gjithë këto atje kemi makina tanë, se ishte shteti i këtyre dhe nuk ishte shumë larg, ishte kufi me neve. Por gjatë kohës që djali doli nga qendra dhe iku në këtë shtet, jetonte i vetëm me shokët, ti flisje në telefon? Tu flisje. Çfarë të thoshte? Si e shikoje ti gjendjen e tij? Ne jam shumë mirë, mos kime rap, unë nuk me budalliqe. I thosha unë Aleksit keqa nena, do gjejmë nëse këtu, nena do vinë ty, se mua më ka shu, më thosh gjyshin nuk e marrim nena se gjyshin a bezdis, i thosha do mbjeq lule si në fje, do mbjeq nëna lule, do bëj këtë, ishte, nuk e di ai në fillim kur vajti të qendra, kur erdhi kaloi me acarim se që mirë, ai vajti për gjithra ndeja morti, droga, ndeja këshpir, po kishte pi një të dëmshme, thanë atë policistë, se që ka marrë ky, është shumë e dëmshme. Se këtu ka dyqanet plot, i merë po t'i duash. Po ku e gjeti e dyqanin, më? Po e gjeti, nuk e di. Por, ndoshta prindrit, babai, nëna e sollën nga Greqia në Amerikë me shpresën që do ta kuronin dhe ta shëronin, por
Mase të ndajsh nga shokët, nga shoqëria, thanë edhe të krijon të atë situatë me re, mase do lidhshë me këtë. Edhe me këtë, do vemi të nëna, që po bëhe dhe kohën që ardhur këtej, ajo dokumenta, ajo korona, ajo. Edhe kështë do takoj më shumë, erdhi kështë marrë edhe malli, edhe do vish kështë ai, djali e mori me qëllim, për këto qëllim, pas ja nuk e kështë thënë që kështu. Po do vete të nëna, do vete të gjalli, do vemi në atë se kam dhe djalin tje në Kanada, edhe në dedikoli edhe kështu. Okej. Në rregull, pastaj sa e riktu që ndonjë të shtëpia nuk ishim e qëngush në vendin, pastaj vati në ka hotel, ka ditë, kemi në rregull. E qartë? Filloj, një të filluar atë, dhe aji pastaj kuptoj në sy, ndërrojsh tjetër, se ka qenë tip shumë i ut, shumë i qep, shumë i edukuar, ishte, nuk e di si vizin atë rrugë. Mjaftoni, çfarë moshe e ka nisur drograt, përdorimin e lëndëve narkotike nipi? Po ai janë në Greqi, viti 3 gjimnazi bie në Greqi në mosh, sa i bie në mosh atje 16 vjeç, 17 vjeç. Që i bie në Greqi, bile këshin kupto këta diçka që shkonte, kështë e qërë djalin një me nusem për vizit në asin që ishin ta specialistë, doktor, se a i rrëvet në Kalamat, e këshin qërë dhe ata, a i kështë e thënë që doktori që mos kini me rak, e në pas kështë e këtë gjë, jam këto të adolescentës, ka ndryshu, kështë ndjelë nuk më përqenë, s'ka qenë kështu, ka filluar në vrikoset, bën diçka, mos kështu se ishe shumë edukuar, edhe nuk po më përqenë. Kështë anaj po kështu ka adolescenta, më shko adolescentën të ndë, kështë në doktor, ishte ndryshe. Edhe në këta hendrën këta. Por në të vërtet ata, a i merë të drogë në atë kohë dhe nuk e këshin kuptuar. A i në atë kohë ka ma drogë, e zbuloj djali im, në punë e shoqërisi, përshin grupë, e filloj të vinë të vonë shpi, pyet atë, të ishin verë 4-5 shuna, edhe do e lanë shkollën, pastaj ojën do nga shkolla, e lanë vitin e 3, në të fund fare, do mbëshe viti e lanë vitin e 3, dhe pastaj rrinte na jeme shok, ne vite shpiset djalin kishte pa shtëpi, mregulloj e shtëpinë tjetër, me gjitha kushtet brenda që mos e s'donte kallavallar, se si ai sa vinte në shtëpi, shkonte në shtëpi dakarosh. Si arriti ta zbulonte djali juaj që i biri pinte drogë? Pastaj zbulon nga shokët, ai futi një shok që ndite pa djenin e tij, se edhe ai pastaj e kuptoi që ky zbuloj, ishte futur nga jati dhe mori me sy të keq jatin pastaj, edhe nuk komunikon të fare. Që ti pse ti në ndoqe, ti në për policin, ti berete. Ata shokët ti, kënë edhe ata vati, rrugulluar vati në Angli, ndë një atje, ku ishte korona, kura korona ishte në Angli. 2020, po. Po, ishte në Angli, u kuse në Anglia, po të bëj patentën e makinës, që ka unë e motrës ati, e moj aji, edhe e punsoj, e fut edhe në një kurs, do bësh, mori, thoshe ti rrugë të mirë, një të erdi aty bëri dhe dua patentën bëvi, bëri dhe patentën shuni, na ajo ngeli, të kështë iku pra, ngeli aty stikë do të prejnë rrugët, këto qarkullimet, ngeli në eku të hape rrugët, a i fut prapë, atje drogës, pastaj nuk ka shumë e pastaj, nuk u bindës që ti bindës qunit apo nusës, apo e mite na një me vetë, a i të punë, e thashtaj do punojnë, a i rinde dhe makina sa për mos të berë me shokët, a i thash, punova dualet të punën, që kam berë blekët të i duar, edhe direkt e... A i djali të ashtë thot, unë jam fajtor, thështë vetëm se kam plëtoj gjitha kushtet ku ishtë një vogë, se i kam bajtur me të deta me një veshtë në ndërtim, a i s'ka punuar, e po punon, sa unë e di. E të kuptore, por... Edhe për të quni dhe kam britur vesh, e kam qënë fotë shakit në zërgjuminatë. A i ka që shumë i edukuar e shumë, se më mi kam bërë e diçka, dikur bërë një gjaja hodhe i këtia.
mos shkon mendja, mos një ka bërë në gjithë kreqe, nuk e di. Të besoj, je një gjyshe që je në merak për nipin dhe ke rritur vetë dhe po më tregon ato detaje se si jeni munduar ta hiqni nga rruga e drogës, por këta njerëz që janë përdorues të lëndëve të drogës, është shumë vështirë të shkëputen nga droga, duhet një forcë shumë e madhe brenda vetes për të luftuar. Ta ketë ai Duhet ta ketë. Ai u shërua, kështu thashë ti unë vija atje, do bëjmë foto me nenën, bëjmë foto, e flisa, dila gjira të mbas ditën, këtë që dila gjira, vija në telefon me kam, flis që ja kërnanje me te, o zot, nuk e di thësha, o zot, që më prurë në rrugë të mbakë. Ashtu një të bërë atje prap ka gjithë në një shok, që pinë drogën, a i deshim, zuje dhe shpi me qëran, 3 shok, rinin bashkë, të një familje pleqesh, edhe anë ata shpi, bile i pine përgatimin ishin ajo grega tonte, vajtit qunin në atje, janë shumë ato mirë, të edukuar shumë, të kishte shumë fare. Edhe ku ndaj në vend tjetër, ishte vetëm këtë qunë ishin me familjar atje, këto të divorcurat, jo me fëmijë, jo pa dokumenta. Ai nuk pushoni se ajo që shërbente atje, unë e kisha qupës kunatës, psikologe, po ky nuk e dinte që ishte ajo, e kish pra gjithë vogël, po nuk e dinte se ajo nuk i tregonte emri që ishte e qonim, se po ta dinte ajo vinte më thoshtë ma tregonte kamrën, më thoshtë ma mos kime ragi, shkoja, ta shyri këto flasin shumë mirë, beni pazar ato gratë me fëmi, tilte ati, u mizde qanta, të ndimonte. Flisi thoshtë, lumë kush e ka këtë fëmi? Nuk të linte për shtypen qa kështë e berë. Nuk e di, u bërë gjeti një shok. Ajo që unë dyshoj është që ai mund të ketë përfunduar në Spanjë me këta shok që mund të kenë qenë ata përdorues të lëndëve narkotike, mund të jenë kapur me drogë dhe mund të kenë përfunduar në burg. Prandaj unë të thasha keni bërë një verifikim se duhet bërë një denoncim në policinë e Madridit për të dhënë të dhënat Kodi unë shkryta. Se dëgoj ushtarë kishë halë të qëputësh në këto. Në Greqi, kur jeton të Aleksi në Greqi? Në Greqi. Sa i ka në shtetësi greke dhe bën ushtrin atje? A i në shtetësi greke, ka lindur atje. E qartë. Atje, kurse nëse djali tim me origjinë shënë në Moldavia, ka jeton në Greqi, gje vogël me lajnë e sej. Nuse në djalit, mama e Aleksit nuk është shqiptare? Jo, nuk e shqiptare ajo, po e shërritën 14 vjeqe shërritë atje ka dëvajtë me vlajnë atje njohë edhe... Me djali tuaj dhe shmartuar. Po djali juaj vetëm Aleksi ka, apo ka dhe fëmijë të tjerë? Ka dhe një tjetër, të ashti ben jenar, ben 18. Por me vlajnë e vetë si ka patur komunikimet Aleksi? Fliste, gjina të kur fliste edhe me atë, po më shumë ka pas me mua edhe me atë vlaj. E vlaj po ta mite, kurse me mua do hapte rinë të mbante një faqe, hapte një faqe ku dëronte këshu, hapte një faqe të redërinte një muaj, shpuste lidhje 2 muaj, do hapte mua do të merte, për herë të parë. Më thoshte nëse këtu, ka ashtu Aleksit, ka bërë Aleksi ashtu për të pranuar. Thosha unë bura, edhe i shkruja unë, o lekje këshu, të lekje i thosha, edhe nuk e di, komunikonte me mua, ishte këshu. Por Aleksi nuk është hera e parë që humbet, a i ka ikur dhe herë të tjera dhe s'ju ka kontaktuar për muaj të tërë? Jo, nuk largoheshte në ajo, ishte në Greqi, për nuk kontaktote vetë, jo t'ikte me ishte tjetër. Kjo është hera e parë që ai është larguar nga një kontinent dhe një kontinent tjetër? Ka një kur kështu që ikë dhe shoku, vajtë ma ere në... Vajtë kështu po, jo, që ka ndërë, ka vajtë i prëvë djali biletën do ikë, vajtë në Hollandë. E qartë, e kuftoj. Ka vajtë kështu, ka ndajë për vizit kështu, janë këthyër, po nuk ka pas kontakt me familje, jo pa kontakt. Po kështu kur tinte këtë që besh me shokën, edhe nuk vinë në shpi, kështë që nuk vinte edhe në shpi, rinte... Besh në grupë rinte njëri ose rinte tjetëri ose ku rinin. Rinte shpifare kushte në Greqi. Djali fliste shqip? Djali e ka mësuar shqip, dhe i blema betare, dhe më gjitha dite shqip. Flet shqip, dua të them që ai në shtetin grek ka patur shok shqiptar?
ka pasur, duhet këtë pasur zbem. Me shpresin që dikush mund të ndihmoj me informacione, por ajo që duhet bërë hapi parë është që duhet të lidhet me policinë e Madridit, dikush nga familja për të kërkuar ndihmë sa ai ka dhe në shtetësi greke dhe nuk lidhesh dot as me ambasadën shqiptare, sepse ai ka një në shtetësi greke. Por këtë gjë mund ta bëjë dhe babai, i cili është shqiptar dhe të tregojë që ka humbur kontaktet me të birin e tij, për të marrë një përgjigje se ndoshta mund të jetë në burg, është kapur me një sasi të lëndëve narkotike dhe ka përfunduar në burg. Që kështu ka hyrë në atë, do ketë datë, se ata kanë kur hyrë në kur delë. Sistemi TIMS bën verifikimin për hyrje dhe dalje, të qartë, por këtë e bën policia dhe duhet lidhur me policinë. Po s'ka dalë në Spanja, e shpasja ja dohet në burg, mos o zot, duar ngullë, që thonë, në jetë keqe, po në burg të jetë, vetëm të ketë jetë, nuk e di, nuk që të temë. Urojmë, të paktën nga eksperienca ime, ose edhe nga nuhatja ime si gazetare, ndoshta dhe unë dyshoj që ai mund të jetë në burg. Se them, edhe unë do, ajo se më kodi, se mos ka rënë burg, kanë ndaj kështu palje, këtu opa ati ka rënë si policisë, kanë tentu për në i punë që të bleni droga, po kanë blerë janë kapur. E qartë. Unë ja t'i këtë janë diku shqit, këte ati e t'ja pun ka t'lirë, ka përdoru diçka. Mjafton mirë. Shkon me ndja, te ka dy mbiemra të jemës e më të tinë. Djali mban 2 mbiemra, mbiemrin Alex Behaj e ka nga neve. Nga babai, po? Po, ka dhe një, mos janë nga trosha, po ka të pasaporti. Ka mbiemrin e nënës. Stojanova, e ka mbiemrin e tjemë, së më duke. Stojanova. E qartë, pra, djali mban 2 mbiemrat, edhe mbiemrin e babait, mbiemrin tuaj dhe mbiemrin e nënës. Kurse kështu pasaporti, unë s'kuptoj ati e të ka që foto që ka ndajnë fotokopjo, se fa si dhje si është akel të fotokopjo, po, është grekisht, në s'kuptoj E qartë, sa i ka në shtetësi greke. Por aty në Amerikë, në shtetin ku ka humbur, keni bërë një denoncim për humbjen e tij? Jo, s'ka humbur, ai thotë kështu, ka iku me mirë kuptim. Me dëshirën e tij është moshë madhore, qartë, e kuptoj që është përgjigjja e policisë. Iku me dëshirën që të zem punë, edhe kur zem punë, je në rregull, je lirë. E qartë, e kuptoj, kjo është përgjigjja që ti e policia dhe këtu në Shqipëri. Ati ai shoku, ishte më para me këtë shoku që kishte në institucion atje ku ishte, a i kishte në kushurinë e tia jetonte të i familje, a i u dhe se bebë që ma hoqë djallu. Edhe vajtën të ka familje, e kishte ta nëse familje së kishte re kam kushurinë tim dhe i shok. I bjetë edhe maj me të rimbashkë në këtë dhomë, po i kishte në ata, po mos në si probleme jo. Edhe ata ishin kishit jam kenaj, të pjëtëm ne ishin shumë këshu, nuk ishin si probleme. Edhe këshin dhe me mirë kuptim, po këshin dhe levastin që edhe blia ajo zonja shpisu gatuon, ishin moshatar moshajine, se unë jam gati 80, 79, nuk jam moshare. E qartë. Jam moshatar. Mjaftoni, po kur nipi të tha jam në Spanjë, e pyetet shkërko në Spanjë? Vajta me shë të shkoti, leki pëse s'na fjesa shë, nëna të mishtë në telefon, ajo më disë e mbyllu, Andresa jote, më disë e egzistonte. Tha, jo nëna tha, nuk thashte si dhja ku do vijema, si do mes të rruga, se ti beshe me ra, kaq. A i vetëm një telefonat ka kryer nga Spanja me ju? Edhe me këshu se unë i shkruja, i dërgoja gjera, këshu në zemre nënës, në rrjetet sociale, e bere këta, se atë, ku ishte këtu ishte shumë i nënë të shirë në puna, nënë po habuk, nënë bere dushin, i thështja unë do bje poshtë, o leke natë, po ti edhe unë do bje pas, bje poshtë kështë nënë, do bje shket në gjesë, ku puna të ditë, edhe unë shaj me lumë tra në botë, që që thonë se po më morja të rrugën e mba. Por çfarë pune bëte në Spanja i? Jo në Spanja, nuk fajë. I patëm komunikim e gjata, nuk ishte... Ishte kwa kur ishte në Amerikë?
Ishte pa që të kishte dhënë fundëm, që ka thënë në mos finera E qartë, por nga Spanja sa herë ju mori në telefon? Mos të vini Odeta, mbaj mend. Më shumë e gacmoja unë kështu në mesazhe më shumë. Se sa ju merrte ai? Se ai nuk ishte i kënaqur ndjenja që nuk ishte Aleksi që kishte qenë qiku. Nuk ishte nuk më pëlqente. Ai kur nuk ishte mirë, nuk ma kthente përgjigjen të plot mua, po më bënte mirë nena. Natën nena, kaq edhe i binte shkurt. Mesazhet. Dhe unë e kuptoja dhe prap rrjata edhe duke ditë çka si do reagonte. Se ja kisha marrë ato veset e këto që kishte ndryshuar. E një e mirë, e kuptoj. E një e mirë një pinë tënde arrije ta kuptoje nëse ishte mirë apo keq. Ma prit djali ka verë 2 vjeç me Odeta, 2 vjeç që më lërinte me një të fare ku ishte i vogël si dasë shqip. Më fliste greqisht, kuptoja qoja te sa donte që mësua qyte unë. E ke ditur ti? Që mësoj gjitha. Të besoj, mjaftoni, unë uroj që mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Lutemi që të jetë në burg, se është më pak e keqe e mundshme. Unë isha shumë sëmur ku që është në Shqipëri, kalova me stres. Isha shumë sëmur. Me kura dhe do të kisha të Bëu e fort, e kuptoj dhimbjen që ke për nipin, ne do vetemi të dyja së bashku në kontakt, unë do mundohem për të bërë ato verifikimet e mia, uroj që të më përgjigjet policia dhe uroj që të marrë një lajm të mirë dhe të ta përcjell, ta the me zemër. Ata dhe ta të kam zemë, nuk e di si nërë t'i gjarë, shpis nuk e di nërë. Vetë kjo ku të vinë në Shqipëri të vinë, vetë do t'a kujtira. Uroj që ai të jetë mirë, Aleksi, mirë fshi lotët dhe do mbetemi në kontakt, të përshëndes. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që të ketë lajme të mira për Aleksin dhe kushdo që mund të ketë informacion, mos në hezitoj të më shkruaj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por dhe ju, nëse keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.